Policia e Tiranës ka arritur të zbulojë një laborator droge në zonën e kombinatit në Tiranë. 30 vjeçari me iniciale SR është vënë pranga pasi nga kontrollet u zbulua se banesën e kishte shndërruar në vend për të ndarë në doza drogën. Verifikimi nisi pas informacioneve në terren, ndërsa në momentin e ndërhyrjes u kap 1 kg e 276 gram lëndë narkotike kanabis, sasi lëndë narkotike kokaine dhe një peshore elektronike që shërbente për ndarje në doza. Nga pamjet filmike duket se kanabisi është ndarë në 4 çanta, por edhe disa doza ku ishte ndarë dhe e gatshme për t'u shitur. Po aty shi edhe 4 doza kokainë si dhe një tjetër qese e vogël e pa ndarë në doza. Në deklaratën për mediat, thuhet se hetimet po vijojnë për të zbuluar se nga ku i ndaluari gjente drogën, si dhe bashkëpunëtorë që mund të ketë pasur në shitjen me doza të tyre. 30 vjeçari tashmë do të vijojë të procedohet nga Prokuroria e Tiranës për trafikimin e lëndëve narkotike.